Fatkeqësisht ose fatmirësisht, se di si ta tham, Allahu na e ka mundsu që të arrijm muajin e Ramazanit dhe kjo është fatmirësisht. Por ajo që është fatkeqësisht është që shumica e njerëzve dalin nga muaji i bekuar i Ramazanit pa vepra të pranuara dhe pa mëkate të falura. Me të vërtet, njeriu në këtë jetë i bën disa gjëra të pakuptimta, të pa arsyeshme. I jepet ndonjë mundësi e artë, mundësi e mirë, ai nuk e shfrytëzon. Një mundësi e tillë është edhe Ramazani. Pse është ky realitet tek njerëzit që nuk e shfrytëzojnë këtë mundësi që Allahu a jep, edhe dalin pe Ramazanit sikur se kanë hyrë në të, domethënë pa mëkate të falura dhe pa vepra të pranuara. Edhe ligji i Zotit është se në mesin e shancave, të shumë shancave, Zoti ka përzgjedhur disa shanca që i dim na si besimtar, shancën e Ramazanit për të na fal, për të na kthjell, për të orientu, për të korrigju, për të afruar me njëri tjetrin, për të përmirësuar raportin me Zotin, për të përmirësuar raportin ndërnjerëzor e kështu me radhë. Përgatitja për këtë muaj të bekuar është po aq e rëndësishme sa është e rëndësishme, domethënë veprimtaria gjatë muajit të Ramazanit.